Përshëndetje dhe mirë se vini në Mes Dritë. Ja ku takohemi dhe sot së bashku, ju urojmë të gjithë dhe një ditë të mbar, me diellin në shpirt, se me të shohim nga kjo dritarja jo komunikuese edhe sot nuk po kemi diell, dhe në fakt nuk është nevojë të shohim dritarin komunikuese, se kemi Florin dhe Brikenën që na tregon çdo ditë me gjithë ditën për sa i përket parashikimit të motit. Me këtë energjinë e mirë, me këtë këngën që kemi krijuar posaçërisht për ju, urojmë shumë që t'ju shoqërojmë deri në orën 13:00 dhe sot kemi zgjedhur të kemi shumë çka për të mbërritur tek familja juaj. Pak ndjesi, pak emocion, pak këshilla për shëndetin dhe mos harrojmë atë që urojmë ta sillim çdo ditë për familjen tuaj nga familja jon Mes Dritë, që është argëtimi. Mirëmëngjes Surian, pash një super ditë. Alba Yll, mirëmëngjes, mirë se vjen. Më tingëllove pak si Florenca sot. Është pikërisht thënia që Florenca ka çdo herë sa herë. Unë them ta bëjmë bazë muzikore. Mund ta bëjmë bazë muzikore. Jam shumë i lumtur dhe shumë i gatshëm ta pranoj si hapje emisioni. Alba Yll, Surian në dritë. E thotaj. Ato që e bën e bën. Dy fjali që i thot her pas here. Na lejoni t'ju themi mirëmëngjes, nisim kështu së bashku këtë ditë të premte. E dim që Vision Plus është 24 orë 7 në transmetim dhe dita ka nisur vërtet me Florin dhe Brikenën, ndërsa për t'ju informuar, ndërsa tani është momenti që të argëtojeni. Tema mbi të gjitha informuese, por edhe argëtuese. Dhe kur them me argëtim referohem hapjes së Mes Dritës, që praktikisht nis me shumë kuzhinë, me shumë qyfyre, por mbi gjitha me shumë shaka. Sot është e premte. Mua rrugës e kësa po vija në Don Bosco më ngjante si e diel, nuk ishte makina, nuk ishte trafik, ato distanca që unë përshkoj çdo ditë përshkova për 6 minuta dhe e mata me orë në dorë 6 minuta, nuk e di çfarë po ndodh në Tiranë, nuk e di ku janë banorët e Tiranës, por ajo çfarë unë konstatoj bie që kjo e premte unë ngjan si fundjavë dhe duket e ka nisur fundjavën herët dhe detyrimet siç është puna, familja, fëmijët në përshkolla, ose i kanë lënë fare ose i kanë bërë shumë herë. Të njëra nga këto të dyja është. Është të kënaqeni, vazhdojmë në transmetim deri në orën 1, kështu që qëndroni me ne. Mirë. Nuk e di sa minuta janë dashur të vinë në Vision Plus sot, por ka ardhur edhe sot si kokra e mollës dhe ajo është zonja Florenca. Mirëmëngjes. 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 Erdhë dhe sot në shtëpinë tënde të ngrohtë. O Alba Yll! O syri o dritë! Kjo do jetë promoja më e re e programit Mes Dritë, se nuk ka si tjetë më bukur. Kështu që dritë edhe Yll i shkëlqen, drita ndriçon, kështu që jemi okej. Ua çfarë energjie. Florenca, kur të rritem dua të bëhem si ti. Ke një energji të jashtëzakonshme, një energji shumë të bukur për jetën. Ja duam të dritësh të Ju dua shumë, jeni shumë të mirë. Ne rregullojmë ditën. Nuk kam kuptuar asnjë falsitet. Në momentin që kuptoj falsitet, unë ndryshoj komplet. Edhe publiku do e kuptojnë me njëherë. Kështu që këtu jemi na provoni. Ikem andaj gatuar. Se sot do jemi si pushim do jemi. Do jemi si pushim. Edhe gatimi sot është kështu i thjesht fare. Shumë bukur, pse jo? I konsumueshëm kështu në ças. I ngrohtë. Pra sot mos të vinë këta kandidatët që vinë dhe bëta ankandi pjata dhe sot ka ankand pjate. Sot ka vetëm 2 përfitues. Ja, 2. 4 mund t'jenë, 4. Prit, në këtë vetë, dhe 4 vetë. Do ta shohim, 4 veta do ushqehen. Unë dhe Alma kemi ngrënë mëngjes, kështu që... E vërtet është, kush është pa ngrënë, le të haj edhe t'i bëft mirë. Unë vetë shëndoshem që ku ka nisur ky program. Po ti je Yll, o gote. Vetë shëndoshem. Ti je Yll, dhe po të shëndoshesh, prap je Yll. Kështu që Alma... E ditë një ditë do ja them publikut. Çfarë? Tha, do shkoj në një mal shumë të lartë. Po një mal shumë të lartë, ta, edhe do bërtas, ta. Po... O, Alma Yll! Pastaj vazhdon. Po ku kemi bërë mirë, thash kaq shumë, nuk e di vallë që të na ndodhin të gjërat mira. Hyjet vetëm shtohen. O sot, e si mos shkoj kjo e premte mbar nuk e di tani. Sa bukur sot. Mirë, tani po shohim 4 vezë që po zihen. Po, do t'i heqim tani dhe do t'i qërojmë të 3 bashkë, shpejtë dhe do t'ju tregoj a bëhet omulet me vezë dhe me vezë.
Omlet me vezë dhe me vezë. Dhe me vezë. Dopjo vezë. Dopjo vezë. Mirë, dojmë kështu. Atëre, do t'i shplet pak me ujë të ftohtë, do t'i sjell këtu që t'i qërojmë. Mirë. E tek sa Florenca bën këtë procedurën që e bën më thjesht qërimin? Po. Kështë është folja, po jo? Qërimin? Shqip, bukur pastër, po. Të vezëve, prezentojmë recetën e çfarë duhet për të realizuar një omlet me vezë. Omlet me vezë me vezë. Vezë në 4 orë. Vezë në 4 orë. Mirë, dakor. Me ti për gjithë faqim grafikën, aty janë të listuara produktet, përbërësit dhe ne kështu orientohemi më thjesht. Omlet me vezë, zjera dhe kungull. Për përgatitur këtë recetën as pak të vështirë, sepse kështu, tha Florenca, na duhen 2 kunguj, 100 gram djath pice, 4 vezë zjera, 4 vezë të pas zjera. 2 qep të njoma, 50 gram djath bardh, piper i zi, piper i kuq, shkrim dhe vaj ulliri. Ja ku i kemi, tash i do qërojmë vezët shpejt e shpejt dhe në tregojmë se si do t'a bëjmë këtë recet kaq të thjesht dhe fantastike. Në tigan... Kujdes vetëm Lorën, se më duke se është ndezur pa dashi kjo, edhe mos të ndodhe ndonjë gjë. Ja, 1 minutë, e të ndezim këtë tjetrën. Ta fikim pak të se është si e pa bindur, si kur s'pëndan mëndën kanë qenë vezët e zjera aty prandaj. Shumë faleminderit. Për lëvoshkët e vezës. Për lëvoshkët e vezës, se do bëjmë një garë. Kush do t'i qërojmë më shpejt? Kush i qërojmë më shpejt, si shna qonë të nami në punë. Po t'a bëjmë e ile një gati, po t'a jap ty. Po e të regoja dhe publiku që ta di që unë jam në avantaj. I dha një vezë të gjysëm qëruar. Po. Gati të thyë 4 cipurisht, dërsa mua më dha 2 vezë. Si pretendoj të fitoj unë me një vezë gjysëm qëruar dhe me 2 vezë nga ana tjetër. Po, syri, ti bën mrekullim me rrethana. Si ta bësh? Prit, e bëjmë atë. Jo. Njerë përplase këte. Jo, të bëjmë atë lojë. Pastaj përplase në qikë shu dhe veza qërohet kollaj fare. Florenca. Do bëja të kërkitje e vezëve. Jo, u dua unë atë. Po, ajo që bëjë për pashkë. Nga maja. Hajde, një. Kujdes. Fitova. 100 euro. Në gjithës 100 euro nuk do t'ja japim Surjanit, po që t'i merë një vezët ashtë forta, në të shkonit të për natyre të gjithë, se pazarin e ka bërë Florenca me Borjonin. Me Borjonin, me Jonin tonë. Kanë shkuar dhe kanë bërë gjithë të pazar që vërtet që jeni lodhur këtë herë, por keni marrë gjithë shka i duhet dikujt për një mëngjes të shëndetshëm edhe me shumë protein, dhe mos ku shkon palestër. Dhe syri ta di që veza me lëvoshk ngjyrë kafe është gjithmonë më e fortë se kjo. Unë prandaj zgjodha këtë. Ama syri, pas e pra hine, ta dish këtë. Alma u jam djalë fshat, i vi nga një fshat, kështu që jeni shumë mirë. Tani, vezë kemi ngrënë të gjithë për atë punë. Florenca dhe Joni kanë bërë speza të Pronatyra MD. Kanë bërë speza. Kështu që për këtë eksperiencën italiane, për këtë gjirën për Itali në produkte të ndryshme, ju ftojmë të ndiqni se sa bukur blejnë dhe bëjnë pazar Borjon Borakaj dhe Florenca Reçi dhe Vaso Pasha në blok. Jo. Janë aty më duke. Kanë ikur dhe kanë shkuar. Po, janë aty në një pikë shumë të rëndësishme të Pronatyrës. Ikim, e ndjekim. Duhet jetë besoj Florenca. Po, Joni, erdha more djale, erdha, ku je more Joni? Po, përshëndetje. Ku je, po më prisje këtu, unë kërkoja ndeti dole këtu. Po, është pak vend i madh, po e shikoj që njerëzit që duhen gjenden gjithmonë. Po, patjetër. Tani e di që erdhëm një çik larg, erdhëm në Kashark, këtu tek Dalja e Rinasit, por erdhëm sepse këtu është nga dyqanet më të mëdhenj të Pronatyrës. Po, patjetër, dhe gjejmë çdo gjë këtu. Kështu që ne do bëjmë edhe pazarin e javës, do bëjmë edhe pazarin e një ushqimi që unë e kam shumë qef, po t'ja lëm publikut surprizë që të shikojnë çfarë do marrim. Ditën e premte. Hamo Joni, do ta mbushim këtë karrocën apo jo? Do ta mbushim kaq plot. Ne mbushim edhe vëm dhe ndonjë beb atje brenda. Po, ndoshta bebin ti kur ta bëj.
O, vaj ulliri, ja? Vaj ulliri fantastik. Nga i miri. Nga i miri, po, vaj ulliri nga i miri. Për rim të jetë mërshëm. Po, unë jam këngëtar, kantautor, artist. Nuk e di së të kam parë balerin. Balerin do jesh? Balerin duhet të dobësoj 20 kg dhe jam direkt e gati. Dalo këtu se kemi për të marrë vezët, sepse ditën e premte, ne do të bëjmë një recet me shumë vezë, me qep të njoma dhe me kungull, emrin nuk po ja themi. Emrin do t'ja vëmë në studio, si që e kemi zakon. Një pago me 18 vezë, ja kanë marrë shpirtin pulës. Po. Sa bukur, po? Joni, që e bëbën? Sa bukur është kjo makina? Joni, po pse e mërë Joni me makina do lozësh, kemi ardhur të bëjmë pazar. Po, unë nga që s'kam 500 vërtet, po marrë dhe. Ja do marim një pako me farakia, shikoni sa të mira janë dhe të shëndetshëm, na duhet të bëjmë bukë. Joni, do shkem të gjemë djathin tani? Po, në fakt. Ja, këtu duhet ketë ky rafti që nga plot e për plot, unë them të marim djathin feta, okej? Marim dy copa. Të komshimve tanë grek, djathi ikonik, se të themi të drejtën, thjesht kishim pak neps për këtë. Jo se dhe kishte shumë radhë tek sektori djathit që të gjithë po prisin të merin produktet e pronatyrës. Po ne nxitojmë dhe duat të kim marim të paketuar. Por edhe ma dha dhe mua pak nepsi, që kam pak djathit. Neps jari marti. Neps jari marti. Do shkem të marim pak majdanos, sepse na duhet i freskët. Joni, hecë mbrapsht të lutem. Ajde, Joni, hecë mbrapsht. Ja këtu ndalo. Pilot në karocë. Ndalo, Joni. Do marim edhe në gjik, se vdesim për në gjik, ne? Na, ne. Ne. Ne vdesim për majdanos. Në gjik, majdanos. Okej. E ja, ku i kemi aty. Ha, Joni, ku do shkojmë tani? Do shkojmë të marim kungujt. Do vend të fruta perime. Të fruta perime. Të kuqe të zime. Sa mi qimë son të këngët këja. Makinën e mori, këngën fruta perime të kuqe të zime. Ama të fëmin tim të vogël brënda që edhe pse jam rritur një herë në 2 herë del. Po, 25 vjeç do të arrini pjekjen jo. Jo djegjen, pjekjen. Mirë, po, besoj deri atëherë po si jemi pjekur deri atëherë problem. Dhe kungujt dhe të premten na ndiqni në studio për të parë një recet të thjesht në maksimum dhe shumë të mirë. Edhe të shishme pa diskutim. Të shishme unë nuk është se kam dyshime për ushimet e Florencës, po kur janë kështu të thjeshta më pëlqen se mund t'i bëj dhe vetë. Po tjetër, të gjithë mund t'i bëjnë receta që unë sjell në studia. Na ndiqni. Ma pritin qikë. Dhe ja jemi për sëri. Shiko, Florenca. Ja këshu në 4, si po më trajnon mua, e di si po më trajnon. Po më trajnon, ju që të bëhe Masterchef. Ai bashorti jot duhet më paguaj. Po. Kush sa knaqet ai që shikon këtë moment tani. Kurs palek. Kurs palek edhe disiplinë. Po ngjyej. Po ngjyen jo duhet skuqen ato, po nuk po rris temperaturën, dhe vetëm një, që këto të marrin pak një të kuqërem, dhe ndërkohë këtu kam qepën dhe kunguj që po pret Alma. Po edhe syri po bën kurs palek. Syri. Po pak më vonë. Charmante e një ditë kur e di pse. Të fejohet, martohet. Në jetë duhet të bëjmë një shef ekzekutiv. Shef ekzekutiv në kuzhinë është ai i cili sigurisht ndërton menut, por nga ana tjetër edhe vetëm provon. Pra, me maj luge provon dhe thot okay, mund ta servirësh. Ndërsa Alma do bëhet kuzhiniere. Jo. Alma. Mund të më marrësh liga me gjithë elegancë. Alma do ja duaj ndër provoj dhe deri unë të bëj suflen, që nga mu kuzhiniere. E di pse se kam personale, po e kam që mendonin që gratë do jenë vetëm kuzhiniere në kuzhinë, jo gratë. Do ishin shefe kuzhine të shkëlqyera në shumë kuzhina. Por duke qenë se oraret nuk janë shumë të favorshme, ato zgjedhin që jo, burrat janë shumë talentuar. Prandaj nuk po bëjnë ndonjë punë të madhe. Ato zgjedhin që të kujdesen kryesisht për familjen dhe zgjedhin këtë rolin me orar që është ai i kuzhinës, se shefi i kuzhinës nuk i ndahet kur kuzhinës, se ka një orar më të gjatë. Patjetër. Mora vesh, mora. Po, qa të bëj unë që jeni dy ju në studio, ishte një. Do debatonin për ditë, unë e kam luftë të humbur, se jeni dy tani. Unë mendoj që talenti nuk një e gjini. Kështu që ka ikur ajo kohë që thoshim çfarë mund të jetë një burrë dhe çfarë mund të jetë një gra. Secili nga ne mund të jetë çfarë që do e bardha zemër, për sa kohë përsose do e do. Të ketë prirje, derisa bën dhe talenti të ketë. Pilote, femrat, kështu që i bëjnë të tëra. Të do bëjmë pak,
Do bëjmë pap, thua ti? Do bëjmë pap, mirë që kam syze. Do kërcasin, thua? Jo, absolutisht. Se i ke mbrojtje syzet. Ne tani do hedhim kungujt bashkë me Florenca, qepën. përse i mban me në thonë ti? Florenca, sepse në those... Kur kërcen vaj, kur pap vaj kështu lartë, thot Florenca i kam të mbrojtë për ty. Po, e për zotin më ruajnë sytë ato cirkat e vajt. E dija. Shumë herë më kanë shpëtuar syze. E dija. Edhe mua në shtëpi, herë vete. Pyes veten, sa herë i pastroni syzet e ditë? Unë 100 herë. 100 herë, ma Shpare mërë. bëra. Por kam përshtypjen këtë të majt, dhe lentën e majt, mund mos e kam pastruar mirë. Në qoftë se duket në kamera mos më shani, po isha me vrap. Po ishe çunat 3 apo jo? Jo. Apo mjeku? Nuk ndikon në vizion, po në optik, në perspektiv. Për kundrazi, po ka njerë duke si mjeku. Si unë kur nisa t'i jepja makinës se s'dija ku ndizeshin. Shirë, zot. Do të thënë e pas ke marrë kursin... Jo. Në momentin që Droga merë makinë dhe nuk dija ku. Çdo gjë në jetë e kam marrë me merit. Dhe prandaj Kjo është e unë e kam gjanë dhe kam konsiderat jashtëzakonshme për Alma. Kështu që edhe patentën ashtu e kam marrë. Kam paguar kokër leku në asnjë vend, të jemi sinqert. Bravo të qoftë. Njëjtën gjë kam Edhe duhet jesh krenare për këtë, se të njëjtën gjë kam dhe unë. Po absolutisht. Unë jam kundër kur ti bësh rrezik për komunitetin, që mos paguash, se ke bler belan me para i bie kësaj. E vërtet, mirë. Meri Gjini ditën e kaluar tha që Gaforja e ka diellin saç. Do kënaqet, do e shijoj, do kaloj kohë me njerëz të tij të dashur apo të saj të dashur versi të Gjinis, që është Gaforre në fund të ditës. Periudhë mirë. Për peshorën tha fjalë të mira dhe duket sikur ky 4 ditësh i mbetur i javës do i dedikohet familjes. Prandaj mendoj që ne të trejemi shumë humor. Pyes vetë. Dëgjohet fjala, tha do keni autoritet. Dhe do keni autoritet, e vërtet. Dhe unë gjithë fjalët e mira të peshorës ja kaloj Almës. E vërtet është edhe kjo. Kështu që i bie që ne do kemi një ditë të mirë, paktën sipas zodiakut. Pyes vetë çfarë do ndodh me shenjat e tjera, 10 shenja që unë si përmenda. Mendoj që është momenti ta marrim vesh përmes horoskopit ditor. Marrim një shije të 24 orëve të ardhshme. Shkojmë atje? Ikim. Thehemi vetëm. Me një herë pas horoskop. Ose? Ja. Publiki dashur po thonin, po gjeni forma për të mrraur mua. Jo, s'është e vërtet. Po. Kam çuna të shpitar. A është e vërtet? Jo. Është e vërtet? Është e vërtet? Që druri të bën mirë, kaq. Ama, autoriteti i mediave audiovizive, kërkoj urdhër mbrojtje. Mos më bëj të zbuloj mesazhet e mia me motrën tënde. Se po e bëra ti merr fund. Hape një herë, ku e ke telefonin? Unë nuk e pranoj, jo. Hape telefonin. Nuk ka asnjë gjë të tepërt, më beso. Jo, asnjë gjë tepërt. Përshëndesim Sairën, që e duam shumë. Ja çfarë i ka thënë prej vërtetë i me motër Alma. Çfarë më thot motra e madhe Syrianit, ajo që ka patur rolin parë se ta kem unë. Thot mos i beso, thot, sepse bën si gjuna kot, na ka të shmend, thot, të paktën mua më shumë, e ka fjalën për vete. Dhe tani Pero, se jeton në Itali, ishte këtu a i thot, Saira jam i smur, mos më fol. Mami thoshte, lëre se nuk është në Terezi çuni. Pra, çfarë po bën këtu e ka bërë më parë në shtëpinë e tij. Jemi në rregull publik i dashur. Pra, dhe një herë i konfirmoj si motrë madhe më duhet të pyes edhe unë si ka qenë ky djalë më parë. I konfirmoj publiku që jemi të njëjtit, si jashtë, si në sud. Po, dhe kjo bën të bukur unë i them që le të thonë ç'të duan. O Syri o drit. Jo, unë uroj mos të ndryshoj. Mos të ndryshoj. Nuk duam të ndryshoj. Ja, absolutisht. Vetëm po ndikuam ne, do ndryshoj. Asnjëherë, unë nuk besoj që të ndikojmë o Syri. Absolutisht. Mos fol të drejtën, mos qaj. Më rrafi, më torturojnë, më lënë pa ngrënë. Rrinë me njëra tjetër, mua s'pushtojnë kofare. Gjitha sesa. S'ka gjë, këtu jemi. Por ai vezët të bëjmë omoletën tonë, kungulli dhe qepa janë bërë dhe i kemi këtu. Ti edhim krip, mos harrojmë se gjella pa krip nuk ka shije. Nuk ka shije. Nuk është shumë. Syri nuk provon asgjë mi Florenca këtu, asgjë s'provon. Qërova vetë. E beson ti këtë? Nuk provon, nuk ka asgjë nga këto. Ai hap të tëra. Të tëra i hap. Është degustus, pra po bëhet shef. A ju thash? Edhe i bëfshin mirë. A ju thash? Ja. Nuk gënjej, po i dashur nuk gënjej. Alma Erzat. Sa po ju a thash? Më kujtojnë ato thonjet e famshme të prindërve. Unë të kam ushqyer, unë të kam rritur. Unë të bëra kaq. Kështu do na thot Florenca, ne kur bëra sezoni, po unë bëra kaq. Unë u çova kokën tavan. Shpejt Alma ti tregoj publikut se çfarë kemi përgatitur sot apo
Jemi në fund të recetës. Jo kanelli, jo, më jep pak piperin e kuq, edhe piperin e zi nuk e kemi, s'ka gjë. Piperin e zi se kemi, e shtojmë pak më vonë. E shtojmë më vonë, nuk na prish asnjë punë. Okej. Ja tash do hedhim vezët me djath. Dal nga dal, se kemi edhe pak buket. Këtu. Ja, se pastaj thoni s'punon ky djalë. Pa çfarë djali? Për vajzë të vetme, për vajzë të vetme. Po. Unë dhe Florenca do jemi në komision kur ta fejojmë Surjan. Patjetër. Bashkë me familjen. Ti bën. Ti bën. Ti do ta mendojmë, jo, vjen keq. A gatuan ti? Jo, ta lësh të pangrën. Vjen në Tiranë. Ti vjen në Tiranë, ti s'vjen në Tiranë. Do jemi si komision. Është nëna 2, motra 2 që do i futen mirë kësaj pune. Që ky djalë mos të vuaj në jetë. Duan të heqin qafë. Jo, mërë, ne urojmë që kur ti të duash, të jesh gati. Ti jesh gati, të dashurosh, kaq, asnjë gjë tjetër. Florenca, mund të jap një sugjerim? Më thuaj. Sugjerim i thënshin, se jeti më mirë të thënë. Por mos ndoshta për të shkrirë gjati, edhe pjesa sipër me të piqet, mund, e kemi zgjedhje fakultative, mund t'i vëmë një kapak? Jo, mund edhe ta kthejmë, po edhe kapak mund t'i vëmë dhe unë jam dakord me sy. Okej, ja u mor një masë e rëndësishme, të cilën do ta vënë zbatim Florenca për pak minuta. Omlet realisht e bollshme për 4 persona. Për ju që po e përgatisni, nisni gjithmonë nga numri i vezëve, sepse vetë ka Ska gjë, po ç'problem ka? Jo, do marr Jo, do gjej të durin se s'ka si të ndodhë ndryshe. Omleta është gati për punë minuta. Le ta prezantojmë në një moment tjetër regjia të me Florencën dhe të japim hapësirë edhe bisedës së radhës që ç'është e vërteta. Nuk e gjej. Është një bisedë shumë e rëndësishme sepse po duam të nderojmë një figurë shumë të dashur, ish basketbollist dhe gjithashtu një zër që sillte basketbollin ndërkombëtar për publikun shqiptar. Një mik, koleg i nderuar i cili u nda nga jeta në fund të vitit që lan pas, po për më tepër për treguar për të jo për profesionistin, po më shumë për mikun edhe për njeriun që ai ishte, do kemi një panel miq të tij. Kthehemi vetëm pas pak. Dhe ja ku jemi përsëri. Ne 3 muskëtierët tuaj të drekës. Unë ti dhe Florenca. Po. Unë ti dhe Florenca. Po. Ne dhe ata që na ndjekin çdo ditë. Omelet me vezë të zjera dhe me vezë. Si e ka emrin kjo? Omelet. Nuk e di pse i ka ardhur kjo. Omelet. Jo Hamlet. Jo, omlet është. Omlet. Po ti e thua si omelet. Omelet. Po bëhemi tani si Sazangurit. Sazangurit. E përshëndesim. Se po flisnim për këto banimet e lashta ilire, prandaj. Mos gatuaj ushqime të rënda omelet dhe ka bërë omlet. Tani Florenca që mos do të kapim pa përgatitur, gjë që s'do asnjëherë në botë. Por kot bie muhabeti, ti mendon emrin, unë them recetën, edhe sigurohemi që publiku të kuptojë se nga çfarë u përbë kjo omelet speciale. Sot se keni parë dhe as se keni gatuar, është e sigurt se është receta e Florencës. Ja t'ia themi edhe një herë publikut se çfarë Borjoni edhe Florenca blen tek Pronatyra për të bërë këtë super omlet me vezë të zjera dhe me kungull u deshën 2 kungull, 100 gram djath pice, 4 vezë të zjera, 4 vezë të tjera që u rrahën, 2 qep të njoma, 50 gram djath të bardh, piper i zi, piper i kuq, krip vaj ulliri dhe emri që është Eleni. Kush është Eleni? Fuerera. Eleni është ish bashkëpunusja ime në Selanik dhe gjithë Elenat e tjerë që një në fund i dua. Shumë dashuri për Elenin, shumë dashuri për gjithë Elenit atje jashtë që përna ndjekin. Jo, Eleni është nga Selanik. Po mirë, e ka shoqe dhe ndërkombëtare. 20 vjet kam punuar me Elenin, 20 vite. Dhe keni pasur fjollë. Po. Edhe gjithmonë, edhe pse jam larguar, e marrë në telefon, tani është e moshuar, është 80 vjeç Eleni. Tua e pa greqisht Marshan Ligat. Eleni Sagapo. Sagapo Eleni, Sagapopoli. Tani ne dhemi, edhe bukën si la pa përmendur bukën që kam bërë kaq të mirë. Të duam është kështu. Po. Në të gjuhën. Shikoni sa e mirë. Të gjuhën është burri Eleni. Se? Gruaja gjella burri buka? Jo. Jo. Çfarë?
Çfarë më shpëtoi mua? Të qeshti ju. Po buri e Lenit sot. Po ky që thot kështu gjërash. Të qeshti ju, të vjetur. Zot na fal lam. A i gjonë regjit, sa qeshti. Po, e dëgjoj. Pas këri qot ju, Mirë, tani, Florenca, teksa ti bësh gati... Pa, unë do hap pak. Shumë pak. Nepsi. Publiki dashur. Do të ta pres racionin ty dhe syri. Florenca, imi keq me kohën televizive, teksa ti bën këtë, ne shkojmë në një temë tjetër që flet për shëndetin menstrual të vajzave dhe grave. Temë shumë rëndësishme, e dim që ka interes të jashtëzakonshëm, kështu që qëndroni me ne, sepse një ginekolog mik i këtij emisioni na pret të këndin e Sikleta dhe me njëherë me temën që lidhet me shëndetin.